Në qoftë unë vendosi sot me u fut në tregun imobiliar, sa lek mune me bon në 3 deri në 6 muajt e parë, në qoftë se kam ritme të mira zhvillimit të aftësive? Po unë besoj nëse ke ritme të mira dhe i dedikohesh kësaj pune 100%, ose themi 90%, se 10% që duhet me lënë edhe për veti, besoj se i 2-3 mirësh në muj komisionit qirajet ose dhe një ishitje pak me fat ose mendimin e kolegëve që mund bëhet krejt kollaj, besoj që arrihet. Kjo është një mesetare, 2.000 deri në 3.000 euro për 6 mujërshin e parë, besoj që mund bëhet krejt kollaj. A mundet me i bë kushdo këto? Edhe i ban sot kushdo 2-3 euro në real estate si konsulent? Ta them drejtën e shpirtit, nuk i ban kushdo, po i ban ai që është kam ulës, nuk lollet, e don këtë punë dhe normalisht rrah terrenin me një mënyrë konstante dhe pa analshme, kjo është ideja. Sa kohë më duhet mu për me bë shitjen e parë? Transaksionin e parë? Po për të bërë transaksionin e parë nuk mund ta përcaktoj me një kohë fikse, sepse më varet se ndoshta muajin e parë nuk ban kurrë, por ban muajin e dytë 2-3 punë, kështu që por besoj gjithmonë tek vetbesimi, tek kamulja bën 2 dhe te çësia pozitive që një person ka. Përmend vetbesimin. Vetbesimi është diçka në këtë fushë që duhet ta kesh se s'bën, apo mund ta ndërtosh duke bë në thojza fitore të vogla? Shiko, unë ta them drejtën e shpirtit, kam besu gjithmonë te vetja, pavarësisht momenteve të mira dhe të këqija, gjithmonë thellë në vetin tim unë kam besu. Dhe jam i bindur që besimi edhe fitohet, duke bërë fitore të vogla të tipit qirana të vogla, për shembull se po flasim gjithmonë për fushën tonë, qirana të vogla, një bashkëpunim me një koleg, sa do e vogël kjo, nuk ka rëndësi hiç, është gjithmonë një fitore. Edhe shkollat nuk njitesh në 4-5 me herë, po s'fillova me bërë shkollën e parë, nuk kemi mritë e fundit kurrë. Kështu që besoj dhe jam i bindur që dita ditë me fitore të vogla, besimi vjen e rritet. Kuptova. Përmend pak më parë fatin, ndoshta mund të bash një shitje me fat e tjerë. A ekziston fati edhe atë ka ndihmu ty fati për me ecë parë në këtë fushë? Ta them drejtën e shpirtit, mund kanë me përmend një fije fatin sepse është diçka pozitive, por fati në këtë punë është 1% shumë e vogël. Kjo është një nxitje më shumë për rinin, por kisha me ju drejtu me sinceritetin më fati këtu ka shumë pak të bëjë me punën që bëjmë na.